Edhe na dojmë si mbrojtje me të vërtet ta dim kush është shkaktari që Enver Sekieraqa ka humbë jetën. Ky Trio Friza. Në kohë që është po mendon prokuroria, nuk është, kërkun. Kërkun është? 100.000 euro jo Dorëzani. Theni një herë Dorëzani. Arsyeja pse janë propozu edhe deklaratat e vitit. Jo, para se që të përshtrejt, që të për hirë procedurës për mu në urna. Në kërë sfitojnë. Në kërë sfitojnë. Vjen rolla, pastaj për prokuroria hirë procedurës. Se që të regjistër nga se kemë. Për shka po e lecot ju edhe shka po do në deklaruar ja për ata. Jo për nërë. Unë e kom në regjistrin e datës 19-12 të ju është në gjykatë është regjistru me 23-12. Lutëm, nuk është e thonën tash tjerë strikt. Në gjatë, unë atër kërkoj folje, se unë je veç diçka. Për të parin e di si kur, në mërdime 12 kam qenë pushim, edhe nëse di, më ka thonë prej zyres që është për cilë, që na mund në ndërprejmë ju jatë një kopje një që ju nëmë pak kohë me versu. Nuk ka na ndryshim. Kjo lista e dytë, kom kërku qartësim për shkak se veç njëtit janë dëshmitarë. Vetëm se nuk I ka cek procesit, se ku ka rëmë cëllë procesit që ceka, se të janë majtë disa procesit. Në kom kërku vetëm qartësim. Për hirë që ti ki drejtëtësish me pas ka, në ndërprejmë për 5 minuta ju javë nga një kopje, edhe ti më bindë se nuk ka ndryshim substancial. Se përket me mbijemna të shmitarve nuk ka problem. Jëtë njëtit janë. Vetëm kom kërku qartësim se nuk I ka specifiku. A ka dhonë X dëshmitarit të mbjera, po të arbina... Unë I kom specifiku përgjegje që I kom dhonë. Unë I kom specifiku. Jëtë e njëta listo. Mirë po komendu që ju ka dërgu. Da murëm 5 minuta s'ka fështë. Jesë, kupim kohë. Si të qovë gjyshtarë, është mirë me të rëzu. Edhe ashtu dojnë të rëzu. Ashtë e njëjta, po janë përfshinë në cilin proces. Gjykata konstaton në shkofrë në këtë çështje penale, në rastin e vrasjes Leon Frizës, janë zhvilluar disa procese gjyqësore, po është e njëjtë sukses se të gjithë këta dëshmitar janë përfshirë dhe kanë dëshmuar për veprimet e të dyta akuzuar dhe tani Ilir Abdullau dhe Rahim Abdullau, dhe si pas vlerësimit të prokurorisë speciale, ne vlerësojmë se dëshmit e tyre vërtetojnë fakte se këta dyta akuzuar kanë qenë pjesëmarrës dhe pjesë I grupit Sekiraqa dhe persona të afërm të Enver Sekiraqës, dhe ko ashtu vërtetojnë gjendje faktike që janë paraqitur në dispozitivin e aktakuzave se në ditën kritike të akuzuarit kanë qenë në koordinim me grupin duke dhënë e shkëmbyer informata se ku gjendej viktima tani I ndjerit Trio Friza, si dhe janë parë identifikuar nga dëshmitar okular me armë në dorë. Për më tepër deklarimet për ekzistimin e këtij grupi, si dhe dyta akuzuarve që kanë vepruar me urdhra të Enver Sekiraqës në veçanti duke rrëfisuar deklarimit të dëshmitarit Abedin Sanolli, I cili ka qenë një kohë person I afërm me Sekiraqën dhe I njëjti ka përmendur edhe emrat e Rahim Abdullau Turunqi dhe Ilir Abdullau Liza. Nëse do një fjallën teme, me asë gjohë spajtona me fjallët e prokurorisë. Asë njësë është e saktë. Kaqë. Fut në proces, propozim për gjegje time. E tash e arsytojnë Kurçona, e arsytoj pse.
Ne a ditë shumë qartë jemi dakordu se oncën e kalim. Këtë rregull. Veç diçka. Propozimi I parë ka qenë I yti për propozim të lexim deklarata mungesë të sigurimit prezencës dëshmitar. E vërtet. Në cilin propozim është pajtu edhe prokuroria nuk e ka kundërshtu për mu lexu. Po është ka qenë një propozim I përgjithshëm. Edhe siç e theka më herët, kemi kërku qartësim. Për shkak se janë disa procese që janë mëj. Edhe ashtu kam kërku 2 herë, si që u sqaru më herë. Një herë për të trajtojmë propozimin e prokurorës, se që kur kam përpara, ka një shkojmë se kam e marrë mendimin, sikur se që shkërkova prej teje, kam e marrë edhe nga prokuria, a kundërshton propozimin tonë. Na kemë mujtë mice që edhe mbrojtja qyshën stakë, po tash mas këti lërësimit tonë për propozimin e prokurisë, do ta trajtojmë edhe propozimin tonë, ku do të trajtojmë njëkohësisht edhe nga prokuria. Nëse lejon e jap mendimin tim. Jepe një herë nëse ki prejtje për propozimin e prokurisë, edhe do ta trajtojmë propozimin tonë. Edhe në prokurisë. Kjo është të shkuptim se Oma I ka dërzuar prokurisë një kopje, tash e ka mundësin edhe kjo sikur se e ditë. A muj më vazhdu? Deklaroti një herë në lidhje me propozimin. Fillimisht, tani do ta trajtojmë. E kem drejton Hajdarin. Dëshmitar që ka propozu pe fillimi. Propozon vetëm leximin e deklaratës dhënë polici. Që I konvenon. Fare nuk e respekton nenin 7 të kodit procedurës penale që të merren edhe të dëshmit, e cilat dole, që se të konstatuar gjithçka. Të KPPK-s, ku neni 7 të KPPK-s ku obligon. Qartë është cek e obligon prokurorin, gjykatën, policin që t'i marrin provat që shkojnë disfavor edhe që shkojnë favor të akuzuarit. Prokurori në këtë rast nuk ka vepru kështu, ka vepru kundër këtij nenit. Nga fakti se nuk ka vepruar kështu, kundër këtij nenit. Nga fakti se propozon të lexohet vetëm deklarata në polici. E dhon polici. Me datën 27/12/2007. Nuk harron prokuroria, po nuk I konvenon. Shkruaj lirisht, kjo është fjalë mbrojtjes. Po nuk I konvenon. Në seancën e datës 01/10/2015 në çështjen penale para trupit penal në rastin Pekele 2018-2014 ndaj Enversi Kiraqës. Në rastin Pekele 2000 sa kërë mëri? 2018-2014 në këtë seancë veç do t'ja citoj Jo 2008, 2008. Po? vetëm do t'ja lexoj një fjali tina në këtë seancë. Shtiren Thojza. Faqe 3. Pasuesi 3, 4, 5. Pasuesi 6. Resti I tret I funit këtij pasuesi. Thojza. Pra, do të kërkoj nga gjykata që mos të merret parasysh dëshminë time sepse unë kam qenë I shantazhuar. Çka do të më trupi gjykus? I këtij dëshmitari. Mos hip tash I këndon edhe sharime tjera. E këto nuk e propozon prokuroria. Urdhë. Ju po thoni që prokuroria nuk I ka propozuar deklarata tjera. Ja, se ka propozuar që procesin. Me të fakt. Thoni ju që drejton Hajdari ka edhe deklarata të tjera. Po. Të dhënë. Në shëtim gjyqësor. Po. Mirë. Atëra ka mundësi gjykatës ja bëni me dije, eventualisht nëse është propozimi juaj që ato deklarata të propozohen për të administruar nga të gjyqësor. I kom thënë. A I keni thënë? Po edhe tani e Që të ju kanë nxjerrë. Mirë. Edhe tani e thoni dhe nuk keni nevojë. Ja, thjesht më dhon përgjigje vetëlinë dhe publikit çka është pyetje. Lutem. Ka Mjetët informimit deklarata të tjera. Ka deklarata tjera. Ka deklarata tjera. Edhe plus, ju lutem ky ka vdek. Për shkak se propozon kjo me ndigju,
Se ka vdek. Ose të merrni më shumë atje. Ja, me merrem. Kundërshtime dhe propozime eventuale. E kemi të Zanfina, Ismaili. Vish dësham edhe pe përfundoj, kalojmë të këto të mia. Tona. Kryeni e në shtatë prokurisë. Po, për prokurisë. E ka dhonë, cilët e ka dhonë të Zanfina? Po. Ejto është në prokurputhjen e ato që ka dhonë. Tjetër, Blerim Shalin nuk e fut fare as parën, as e sot e përmen pra, Blerim Shalin. Tjetër, e kundërshtoj edhe nga fakti se jemi marrë vesh konform dispozitat, kodit, procedurës penale, që na ka dhënë mundësi, kur ndru vetëm kryetarit në trupin që kush ta marrin, vetëm kryetari ndru, ke mundësi më shku për fillimit, si pas ligjit, po ke mundësi nëse po të jemi pajtu që vazhdojmë aty ku me. Edhe na mënyrë kronologjike i kemi justifiku të gjitha në proces verbal. E sot prokurorja dhe jetë letëzorë këto 2025-ës, ato mas letëzorë, jetë bëhat kjo. Po në rregull na Lutëm, duhet më konë prokuroria speciale e qarë që ka lujë. E qarë duhet më konë. Jasë sharu nga prokurorës. Po, jasë sharu të po, kja nuk në sharoj njëve. Kja nuk në sharoj. Tjetër, nuk dha asë një relevancë për këtë procedurë për qërim, unë për kështë tash, çfarë relevancë ka qërim, kjo është tanë qërimi, edhe Besnik Berisha. Çfarë relevancë ka? Dhe të spikon, se unë i këmë cekë, kur jenë dhonë, ka këtë do ta. Dhe Besnik Hasan. Po, Besnik Hasani. Çfarë relevancë më në këtë tërgu? Kështet ka dhënë deklarat, to i këmë cekë e dhunë? To i këmë cekë. Po që ka përri prokuroria për tyne, që do në vërtetu me dëshminë e tyre. Kur ata gjinë në burg, kanë vra 3 njerëz, ja gosëron një tje, i 4-ti, në bombing, në eksploziv, jenë dekë 2, ka të plagosur, që sot jenë në polica, e i propozon kësaj gjykate, por të tregon relevancën e tyne. Të tregon. Besarta, prokuroria du të më konë nivel të tyrës, se është prokurori speciale. Besarta me Gjoani, që është në doku. Ju lutëm, e ka kërkesën, që pe helikopterit shihit kërkesa saj, ju lutëm asë më thirë një mo, në proces edhe një farfove e ka aprovu trupi qikush. Ka dhonë disë qa se onca, ka dhonë deklarata. A unë e këmë cekur kur ka dhonë e qa ka dhonë këtë që kjo besarta, është e cekle, hazër është për trup që kështë. Ju lutëm, unë e pajtone që në zhvillu shumë procedura, shumë seansa. Dëshmitari D2 nuk ka pik picile, as një provë mbrojtja e këtyre 2 vesion para këti trupit që kus, nuk e ka kush i ka shpall, kur jenë shpall, që shenë shpall, si ka dokumentacionin, procedurën e shpallin si dëshmitar anonim. Dëshmitari D2, për këtë, prokuroria nuk ka ofruar asnjë
vendim për cilin e ka shkon dëshmitar anonim. Edhe me çfarë relevancë, çka desh me barrit me to. E ka shkon vendimit. Pres për çka detajet janë bërë me parashtrisë. Dëshmitarja Ben Selmanaj. Ky në trenin e funit, në gjykimin e Sikirashit thirr. Në trenin e funit. Në dojza treni është janë. Tu na tha që të lexohet kjo deklarat. Në procedurë shërtim kryesor e ka mbrojtja, po deklaratën polici nuk e ka. Deklaratën polici nuk e ka. Dëshmitari A. Mbrojtja nuk ka asgjë për dëshmitarin A, veç e ka shkresën që ja ka përmend emrin prokuroria. Kjo do në qatë procedurën vendimi e kush e ka shpallë, çush e ka shpallë, pse e ka shpallë, këtë duhet të thonë. Atëherë, na vazhdojmë. Për ndryshe, me qështo, veç me A, me D, mbrojtja nuk pajtuar. Nani? Jo, s'pënim, falë. I kom 85 vjetë, falë. S'pënim jesh. Diçka tjetër akivu. Abedini Canolli. E ka veç të lexohet deklaratën polici e datës 27/11/2007. Mbrojtja s'ka kështu deklaratë. Canolli ka përmend te akta akuza, në tjera të raste se ka... Nuk ka kësi deklaratë, Canolli ka përmend... Në disa po, mirë po, ti herë ka pa hekaj për e një ditës, po tash e ka punë. Në pikat shkurta, po në shumë detalje e dhash arsyetimi se mujtë tek të janë në fund të orarit. E dhonë edhe në propozim. Po, dhe në fund të orarit mujtë me dhonë arsyetimin pse e kundërshton mbrojtja me të vërtet në bazë ligjit se jo për çeft mbrojtjes. Faleminderit. Këta dy të akuzuar që janë sot në këtë proces gjyqësor, sipas prokurorisë akuzohen për bashkëpjesëmarrje në vrasjen e Triumf Rizës. Procesverbalet e gjykatës me numër 2814, 37417, 170-20. Ky tani që po zhvillohet 76-2024. 2011 2011-14. Të gjitha lidhen me çështjen penale, vrasjen e Triumf Rizës. Sikurse që ka ndodhur në të gjitha proceset e tjera gjyqësore, si edhe në arsyetimet edhe të dhëna të përfshira edhe në gjykimet e gjykatës, sikurse edhe që e kam përfshirë në vëmendjen e gjykatës të propozohet leximi të mbledhjeve të deklaratave të dëshmitarëve. Përfshin në vëmendjen që të? Propozohet leximi i përmbledhjeve të deklaratave të dëshmitarëve. Leximi të mbledhjeve të deklaratave të dëshmitarëve, por i përsëris ku përfshihet edhe dëshmitarit të dy,
edhe dëshmitari Qerim, Besnik Hasani dhe Qerim, Shpend Qerimi, dhe të gjithë dëshmitarët e tjerë, ne I kemi propozu leximin e tyre, edhe në pajtim me kod, në pajtim me dispozitat penale që leximi I deklaratave për mos më prolongu procesi gjyqësor, ky proces gjyqësor, edhe nga arsyeja se kam kalu shumë vite, u përmend se disa nga dëshmitarët tani nuk janë në jetë, jam propozu leximi I deklaratave të tyre. Gjykata në ta vlerëson. Ajo dha mundësia në herë parë këtu të akuzuar në bërësit tyre që ti kundërshtojnë ato deklarate që ju I propozonin në deklarata të cilat janë dhënë në shëtimet në pashtë, shëtime tjera. Ajo ka dhënë mundësia në herë parë që ato deklarata të kundërshtojnë. Në proceset gjyqësore të seancave të tjera, dëshmitarë të cilët janë përfshi në propozimet tona, sepse janë përfshi edhe proceset gjyqësore, të gjithë e kanë pas mundësinë e janë përfshi në proceset gjyqësore, unë besoj që të gjithë e kanë pas mundësinë e kundërshtimit. Sepse ato edhe janë propozu, të gjithë e kanë thonë fjalën përfundimtare, në fund kanë pas mundësi edhe para fjalës përfundimtare, edhe gjatë dëgjimit tyre në kundërshtu. Tani thash se rasti I lirit si që din tash ka fillu vitin 2024. Jolla është, nuk është çështja ndoshta te ekip të Raimit, po është edhe kjo që janë zhvilluar dy procese. Edhe për procese të tjera ndaj të akuzuarit të tjerë. Mbrojtja ka kërkuar leximin e deklaratave. Jera Abdullah dhe mbrojtësin e tij. Këta I kanë përpara leximin mund mi kundërshtu. Këta dëshmitar. A janë pajis edhe me çdo deklarata ti çka I propozuar? Po gjyqtar vazhdimisht për ta, që janë pajis, edhe nëse nuk janë pajis. Unë edhe një herë, gjyqtara ka mundësi që to deklarata që janë përfshirë, që janë dhënë në prokurori edhe në polici. Nëse është e nevojshme, sot, me njerë si shkojnë zyre, skanume do t'i keni avokat, edhe ju si gjyqtar do t'jeni si për proceset e gjykatës, të cilat e tash edhe më pas. A më shpak me ta ndihmu. Dy seanca ka qenë zavendësim iskemit në mafis, po përse që për... Po e kom lexu procesin. Një nga seancat mbrojtësit kanë dhënë mbrojtje që nuk janë pajis me disa deklarata që janë dhënë për shembull te procesi I Raim Abdullah. Kështu që gjyqtar, edhe unë po them ato që zotin që do t'i pajisin. Mbrojtja nuk e di mbrojtja, ai një pajis me çfarë deklarata. Gjyqtar, deklaratat që janë dhënë në polici dhe prokurori me njerë të dëgjoj. Deklaratat e procesit e gjyqësore janë në gjykatë, le t'i dorëzon gjykata për hir të autenticitetit, edhe që mos me pas probleme jo, por mos me pas ka shumë debate, janë tona që janë tona. E t'i dorëzon gjykata proces verbalet e gjykatës. Unë do t'i dorëzoj proces verbalet e prokurorisë edhe të policisë. Se janë dokumente të gjykatës. Ndërsa unë veç ta konstatoj, do t'i dorëzoj të gjitha proces verbalet që janë të policisë dhe në prokurorisë. Po, edhe njerë do t'i dorëzoj. Se janë, po edhe njerë do t'i dorëzoj. Sot do t'i dorëzoj, pas dite me email. Edhe njerë do t'i dorëzoj të gjitha dhe atë do të mëtoj që sot do t'i dorëzoj që. Me email. Ishte se përma. Është obligim ligjor dhe kushtetues që palët
t'i dhajnë kundërshtimit e tyre lidhur me propozimet edhe në këtë rast prokurori asaj shumë mirë që janë ndërzuar të gjitha ato deklarata tek avukatët dhe avukatët e kanë mundësinë që t'i dhajnë kundërshtimet e tyre lidhur me ato deklarata dhe rrjedhimisht plotësohet ai kursi që fal lidhur me këto të kenë njoftuar dhe të kenë mundësinë e kundërshtimit të këtyre deklaratave. E kemi, se thonë drejtën, unë si antar i gjykatës është në sallë këtu, të kuptova që ka një parashtresë për avokatëve, parashtresë bogashtë të avokatëve, datës 23/2025. Edhe unë ndova paka shumë me lexu këtë parashtresë, por në fund të parashtresës shoh që ka edhe propozime nga ana e avokatëve. Është një propozim për një dëshmitar. Është fjala që avokatët propozojnë, avokatët Ram Dreshe dhe Nisa Saliu. Në këtë parashtresë kanë kanë propozuar që të ndëgjohet edhe dëshmitari Kazmen Syla. Cili është ndihmë është shkëmbirë prokurori me dhënë edhe një mendim lidhur me këtë propozim. Në fund parashtresës. Po pesha e ti që shtash, se e kom propozuar dhënë. Për fodor, Nuk e kundërshtoj me të zhjohë dëshmitari Kazmen Syla. Leximi. Shekoj thonë, faqen me 3 ti, nuk të shkresa. Zhjuj Gjersani. Izdeshta të s'ka trupën gjykus të njoftoj. Prokurora mos se kjo dhe gazmet buki, mos se ke përzime dhe gazmet buki. Mirë. Po që tu pesha, faqe 4, që po thotë prej avokatëve, që gjyqtar përpara e ka. Barë, zetë e lexoj. Unë e kom propozu. Është propozu përpara në përshërtimet e tjera, ka qeni përfshire, kam deklaratën e tije, kam deklaratat që janë thonë në gjykim, është në përmbledhje në gjykimeve që e kom propozu me tash. Pajtu o nuk dëgju. Leta aprovanu të Po, vetëm të njoftoj trupën gjykus se sipas deklarimit prokurorës me ka dërzuar gjitha, është në rregull sipas saj. Gjyqtar, a ka mundësi me kërku prej avokatit të mbrojtës që deklarimet e mia mos t'i vlerësoj, sepse gjykata me vlerësu propozimet tona. Sepse vazhdimisht po. Shkresa vaj ka pranuar jo, është kjo. Kush e tjetër? Veshta Dima i ka pranuar. Vetëm e njoftoj. Nëse i kanë pranuar nuk ka nevojë mi dërguar. E njoftoj këtë trup gjykus. Ja, po ju nuk Që me datën 29/2024 ju kum drejtu prokurori speciale me shkrim, respektivisht prokurores së Qeshtës, që mbrojtjen atë së kone bashku me lënda ende me këtë rajimin, që mbrojtjes t'i sigurohen shkresat dhe provat të cilat synon prokuroria t'i përdor gjatë shqyrtimit. Nda që pi numroj specifikisht që akum lyp, edhe jene kum përmen, specifikisht jenë përmen, në tërë tjera përmeni edhe hyrjet dhe daljet e SMS-ave si pas telefonit original, i jo komentet e prokurorisë, as komentet e policisë. Ato i kum lyp. Tjetër, kom kërkuar gjykimet e për Besnik Hasanin Shpenqerimi. 2 aktë gjykime. Edhe unë du mi propozu 2 aktë gjykime si prova se kush janë Shpenqerimi e Besnik Hasani. Se ata janë kreator, këtë qëty një krime pej 2005-ës. Ata janë kreator. Ata 2. Besnik Hasani edhe Shpenqerimi të shpejtar që i ka propozuar prokuroria, unë kom kërku për prokurorisë që të siguron aktë gjykimet e 2-ve. Për 2 raste. Aty shifet kush janë Shpenqerimi edhe kush është Besnik Hasani. Në rregull, avokat. Po në rregull.
E pas thët i kom asë gjo që përgjegjën që kom marrë, që përgjegjën, jo, unë e nana. Jo, po du me të qarë mishtë në diqka. Jo, e lutëm. është problemi kështu. Prokurore nuk pëndaloni kur behin, e po thët, jo, i ka siguru, jo, kanë marrë pjesë, kanë marrë pjesë. Po letë në të atë, jo lutëm. Propozimit janë, edhe ajo është kanë tesh në neve si gjykate. Kemi dhe parashtresën tonë që kemi specifiku shumë mirë. 2024. Jo, po flasë për kërkesën. Ja në 2024. Edhe tash është çështja, vlerësojnë çështjen e marrjes provave, realizimit provave, kontekstin edhe domethënies tyre, vlerësimit tyre, por në kontekstin e ligjvërisë. Kush që tjetër mos tin, çka ka thonë te ka thonë, mas ne gjykata nësa aprovohet. Mos ta lëm kompirin të dera. Kompirin të dera se e ku kërku me kohë. Po s'mu ka përgjigj. Mu ka përgjigj, e fakt, po t'jejta. I ki dhe për në këtë akuzë, i ki këto, qka kumlimon, asë një shkres nuk e ka që. Në regullin. Ka që. Nuk është edhe prokurori ata është nga ku me landë, nuk është që e ka posë. Edhe du fizikisht, një me s'du më tërgu kur gjo, du fizikisht, me post, e kom adresën, me post, me tërgu në syre. Ka specifiku ligji ato që të ngojnë për ashtresë. E po, jo, me email nuk i marë. S'konstatoj, nuk i pranoj me email. Du fizikisht, i licu ka dali. Kemi në informacionin që shka. Ja, nuk o njëjtë. Atyra që ka pasur të dëmtuar në këtë rast, do ta gjykoj me ikën më të jorë. Mirë po, është obligim i jemi që këtë ta bëj edhe njëherë ditu, edhe të marrë mendimin edhe njëherë për universitet. Dhe ka në prokurorja. Ishte se s'kom dëgjën mirë, apo më falë. Avokat të Roma, apo më dëgjën që tash? Po. Ako mundësi, ju e keni propozu këtë dëshmiton, ako mundësi më nga të qaru një se në pyta për dikun e kemë dëshmine tina, ta nuk e keme, keni ju. Dëshmine që ti i syjes. Ako mundësi më nga të qaru relevante në soj deklarante, në qërë se nuk është relevante, vetë që më nga të qaru se nga se kemë përbojtje në kësoj. Edhe vetë prokuroria gjithmonë e përmend. Po e përmend e se përmend, se ma shë Tjetër gjo. Unë e shajim i smujmo tak. Unë janë nisa mu sharu. Për drejqim qësor që ishte? Edhe vetë prokuroria në pyetje që i ka parashtru të shpitarëve drejta nishën, po edhe në shkresat janë qëtë mund. Mjerisht, të vra një i ri, ka u vjetën një i ri, mirë po, edhe a i ri, këtë të shpitarë në të rëbën që nuk u konë bashkë që shmendohet e që e trajtojnë që ka qenë një pa. Kjo është pyetje. Po, kjo është pyetje. Do thonë që me që ta bën Berishën, personalisht kanë pas probleme. Dëshmitore? Jo dëshmitore, triumfi. E ajna na dëshmon këtu që nuk është rastisht s'ka të bëjën verjas që po të qujnë grupa se Kiraça, ne s'ka të bëjnë. Po, në të resin e kanë pas qysh në market. Qysh në market? Të shpitarit. Kjo është pyetje. Për qa kërë një tjetër, më është propozu, për tani për tani s'do ta propozoj, vjen keq, po dhe është një familje syna. Që është edhe më e ronë rasti për triumfin e për këta. Po tani për tani metët që shprej edhe dhe herë dëshirën që ta propozoj. Edhe na dojmë si mbrojtje, me të vërtet ta dim kush është shkaktari që Enver Sikiraça ka humbë jetën. Ky Triumfriza. Në kohë që është po mendon prokuroria, nuk është, kur? Në rregull avokat, faleminderit. Kur është? Prokurore. Po. A mundesh më deklaruar rrethonën që unë e parashtrova? Rrethonën që ju e parashtruat, kemi deklaruar sa i përket konfliktit interesit e kemi marrë edhe një vendim të gjykatës. Andaj, lidhur me këte, ja lo trupit gjykus me vendos. Trupi gjykus let vendos lidhur me dëgjimin e këtij dëshmitarit. E shkaktari i vdekjes Triumfrizës që tha avokati në procese tjera. Ja vetëm dëshmitarit. Një të vija në shtash Ju pra është vrejtja fut. Veç e qënë dorën e se këti me thonë dëshka. Avokati Ram Dreshaj, a ki të kjartë këto qka shtrova? Ljubë nga propozimi konkret tash është... Qyshtar, i ndërruar pytar trupit gjikus, vëdëmtar trupit gjikus.
edhe fillimisht kur është dhënë propozimi për përjashtimin e mundshëm të juajt, sekretarit ju me këtë arsye, se para shembull, ndoshta propozohet për leximin deklaraciona, dhënë në shqyrtimin kryesor të Enver Sekiroqa, atëherë jeni deklaruar që na personalisht as Paul, as familja, as përqon nuk kanë ne kryetarin e trupit gjykues. Mirë po, prapse prap. Mbetet, ju vendosni, për ne nuk qënë pesh. Për ne nuk qënë pesh. Ja, për ne nuk qënë pesh ajo. Se që është të Te funit, ne ju konsiderojmë gjithmonë djelkesit ka herë po momentet vim, që tu mi përmend disa që nështë nuk është mirë fort një përmend, ne kemi një konsiderat që profesionalizmi të që të anto da ju është. Por, ju vendosni vetë. Ajo i antari, po më një pjesëtare familjes juj, jo i mush, po pak maj gjonë, ajo është qashtë e tjetër. E nështë me propozu që atë dëshmitar tjetër, nështë ja tash që është i familjes. Po, që është i familjes. është vërtet se në mbrojtja ka drejtën ligjore që të lumton, dhimbto në gjithmonë më thonë, dhimbto është në hub jetën një ri. Ha? Para vetës. Vetëm e se marrin kushtetutën të para vetës. Mbrojtësia avokati Eran Dreshaj, të kam fjallën. Ju lutem, me qenë se i kemë dy të akuzu, me të njëjtin akt akuz, ashtu, njëri është gjiri, vjen për çdo ditë para kohë, edhe tjetri ka qenë njëri, edhe ju ka ndërzu vetë prapë burgin, ju lutem, keni mirësinë se respektoni edhe kushtetutën e Kosovës, që t'jenë para ligjit. Keni mirësinë. Ky është gjendje, edhe shtëpinë ku jeton familja tina në shtin hipotekë. Ky është gjendje, më dhonë edhe dorzani, tënta mosat aplikonin ndaj tina. Po. 100.000 euro janë dorzani, theni më një herë dorzani. Tënta mosat. Edhe nuk hekim kes gjatë zhvillimit procedurës, jo koha, jo erdhë dëshmitari, jo sef dëshmitari, këtu kur të na thirrni, këtu jenë. Ka qenë një herë njëri, keni parasysh. Jo. Drog gjykos, prokuroria mbet pranë kërkesës së njëjtë, në arsjetimin e njëjtë. Të dhënë, edhe në propozimin kur është shkruajta, kur është dërzuar akuza, por edhe në ty si në propozimin kur është dërzuar akuza, si edhe në të gjitha shkruajtimet kur është efektuar kërkesë, kur është efektuar nga avokati dhe prokuroria ka mbet pranë propozimit të njëjtë. Mendimit të njëjtë. Po, mendimit të njëjtë. Po thash propozimit në aktakuz, për vazhdimin dhe mendimit të njëjtë edhe në shkrytimet gjyqësore. Edhe hesh në pjesën e fundit. Si të betë pranë mendimit të njëjtë edhe në shkrytimet gjyqësore. Pranë mendimit të Të njëjtë edhe në shkrytimet gjyqësore. Shkrytimet gjyqësore. E qatë ka të kjo është? Trupi gjykus. Po që është? Sa të? Trupi gjykus në lidhje me propozimin e përgjësit. Adora përgjëshë. Do të vlerësoj jashtë seancës. Avokat po të nështu në e seancës? Jo, rreth para burgimit jo, po ju lutem për me pas edhe këta zyrtarët e burgit, që ti mundësohet disa minuta të flasin me familjarë. Ja, dojnë me pas shtunë edhe me trupë. Ja, dojnë me pas edhe lejën për trupit gjykusë, për nështë e nëzirë të lashë. lejën e ka për trupit gjykus, po e vërësoj. Këta i kanë disa regullat veta, ku nuk është pengesë, nëse... Thashtë nuk me leju, e këta i këqyrë punë të veta. Neve s'po besoj që është pengesë. Oficar, nëse vërësoni ju.